Përshëndetje miq, monologu sot do ta maj shumë të shkurtër sepse kemi ftuar njëri që mund ma ndërpresi fjalën edhe ka gjithë drejtën e Zotit dhe mund filloj direkt të ngacmoj. Megjithatë, mund të më lejosh vetë 2 piketa. Dhe piketat janë këto. Në gjithë këtë tallavat botës, lufta ne, luft kënej, përplasje kënej, deklarata anej, te bota e madhe, ku sigurisht kemi dhe ne këtu një botë vogël dhe du ndim bota jone vogël ku është për botën e madhe. Unë kam dëshirë me këtë personazh që është një personazh shumë karizmatik i të gjithë tallavas tonë ose të gjithë halliqverishit tonë, unë du të diskutoj 2 koncepte. Tashi fjala demokraci, ne kemi, për mendimin tim gjithmonë, kemi 2 lloj demokracish. Një demokraci liberale dhe kemi dhe një lloj demokracie tjetër autoritare. Tashti ne kemi filluar me këtë demokraci liberale duke dalë në Europë, duke marrë ajrin e mrekullueshëm demokracisë. Po me thonë drejtën, kemi pa që gjatë tyne 30 vjetëve, 35 vjetëve, kjo demokracia liberale i ka dhonë të drejtë gjithë kush të flasi, i ka dhonë të drejtë gjithë kujt që të veproj, që të zgjedhë, dhe është bërë një tallava, një halliqverish kaq i madh. Sa kur e ballafaqojmë me demokracinë autoritare, ne themi ka ardhur koha që kjo demokracia autoritare të vë rregull në botë. Dhe këtë rregull që ajo do të vërë në botë, ne duhet të shohim dhe veten tonë se ku jemi në marrëdhënie me vëllezërit tonë Kosovë, ku jemi me kufit e hapur, ku jemi me Ballkanin, ku jemi me ekonominë, a duhet merremi me demagogji, a duhet merremi me ekonomi? Çfarë punon në Kosovë me leje? Kjo gjithkuj me folë, do më thonë, kjo demokracia liberale me përkthy Shqip i bjen, do më thonë, gjithkush mundet me hangër mut që ka donë me folë. A kupton? Po unë realisht ku marrë sot në këtë emision vetëm hatri i të madhit, ndrek Lucës, babës tanë, dhe me pas di që janë ky pa ftyrë për ballën si shaorë sot. Se ky, a di çfarë budallë është? Thoj ke, vaj u lirit nuk përdoret në Kosovë. Milaim Zega, mirë se erdhen në podcastin e halliqverishit. Mirë se erdhen me pas ditë. Gjergji të trajtoj siguri e pjesë e shtëpisë, në fakt ti je mysafiri më i zakonshëm në mediat e Tiranës. Dhe kam një pyetje specifike, çfarë marrëdhënie ke me mikrofonin? Me mikrofonin, këtë që mbaj më afër gojës. E lirisë së fjalës. Une duke konsideru Kosovën edhe Shqipërinë si, do më thonë, një vend, se fyrjen më të madhe në jetë e kam përjetuar në Shqipëri, kur për fatin e keq u martova, se gjitha martesat janë aksident. Aksidenti më i madh është martesa. Vetëm budalla dhe fukaraja martohen. Për shembull, Gjergji si u boi pasur, është pendu pse është martu. Edhe unë jam pendu pse e martu, po. Kur më thëshin ti kosovar, shumë e ndisha veten të fyma, po kupton? Unë e konsideroj Kosovën e Shqipërinë në hartën gjeografike barazi me... Po pse një vetëm fym ti kosovar, kur realisht duhet me u thonë ju kosovar? Shqiptari Kosovës. Shqiptari Kosovës, ti Shkodran, unë jam kosovar, po jam sigur me më thot ti Shkodran, ti Korçar, apo kuptan? Po s'ke pse e një, unë të kuptojmë, po s'ke pse e një vetëm të fym. E një mërë vlla qa keti me mu, e një, që s'ke qa me një. Edhe, po, dhe gjo, Zoti e vraft atë që na hapi tunelin e Kalimashit, se shkakuj ati tunelit fillun këto martesat, këto fekondime. Pse do ishim më me dashni me njëri tjetrin, kur jemi larg jemi afër, me fjalë, do ishim më mirë me njëri tjetrin pa tunelit? Ti je martuar para tunelit, apo jo? Para se të hapet tuneli. Realisht unë e kum qpu tunelin, para Sali Berishës. Nga ana e Kosovës, besoj. Jo, nga ana e Kosovës edhe Shqipërisë. E ke shpuar nga të dy anët. Jo. Çfarë po ndodh me Kosovën? Sepse edhe Gjergj Luca duhet ja opinionin e tij 4 palë zgjedhjesh brenda një viti, çfarë ndodh me ata Albinin? Mua më duket një delirant. Jo, më ne le të vazhdojmë mirë këtë historinë, se është shumë interesante kjo pjesa e Kosovës, lënë çpimin se kemi batuta pafund në këtë podcast.
po pse ti i Kosovës dhe ne të Shqipërisë? Se Bravo, qoftë se ne bravo. duhet mbyllshim një distancë midis njëri tjetrit, duhet mbyllim pikërisht. Unë në çdo video që dal them vëllezërit e mi, vëllezërit e mi, vëllezërit e mi, vëllezërit e mi. Tashti kjo dreq politike, këta dreq njerëzish që ne kemi vu, që ne të na udhëheqin dhe janë barit tonë, edhe ne jemi delet, unë me Laimi, ti, tjetri. Jo, unë jam Kali, nuk jam Dele. Jo, ti e Kali, normal, Kali. që tërheq. Tashi problemi është tu se një gërm ti ndryshosh asaj me Laim ti shkon në origjinë. Por problemi është që të lutem shumë, unë du të kuptoj që tashi ne do vazhdojmë trim Dele me këta udhëhesa që normalisht ponezin zjarin e dasis për të shku të fjala jote që ne duhet themi ti i Kosovës, ti i Shqipënisë, a ka turp më të madh. Dhe këtë punë e bën politika. Dhe qa po noll me ju, sepse unë e di që ky Joni Knej ka qenë promotori për me i bashkimit, i mbledhjeve, i hapjeve, dhe ata janë promotori mbylljes. Si? Dëgjoj tash, Edi Ramës ja ha zemrën veç për një punë. Jo më valla se ka kush ta ha zemrën. Konkurencë dashurie e të dy. Amo dhun ja ha zemrën, me qenë se Bledi Mane ka qenë me mu përballë në shumë emisione, vetëm një diçka do më ta thonë Gjergj Luca. Prej vitit 1990 deri sonte që po flasim, prej që urxhu monumenti i Xhaxhi Enverit, Shqipnia nuk ka pas burr në politikë, në përmosat e Edi Ramës, që ka madhru Shqipnin dhe e ka rregullu imazhin e Shqipnisë në botën perëndimore. Mu vjen mirë që po i thu këto fjalë, po kam përshtypjen të kombit shqiptar. Nuk desha me të korrigju. Absolut. Edhe këtu është xhelozia, kam përshtypjen që kombi shqiptar respekton këtë njeri për lider, dhe të tjerët nuk i respekton për lider, po i respekton për njerëz konjunkturash edhe për njerëz maskuintave. Dikur shqiptarëve ju vinte turp me tregu në Evropë që janë shqiptarë. Masardhjes të Edi Ramës në pushtet, sot shqiptarët e ndin veten krenare edhe në kufi, se unë kam pasaport suedeze. Unë nuk deklarohem fare. Qa po noll me Kosovë? Qa po noll me Lahim kur unë dola, me Lahim kur dola dhe urova pavarësinë? Dhe i thash një minutë shumë të dhimbshëm të shpirtit tim, që unë nuk rrit dot pa e nxjerr. Dhe urimi im ka qenë fjalë për fjalë dhe pik për pik, fjalë për fjalë dhe pik për pik ka qenë që gëzuar pavarësinë vëllezër. A është më mirë kjo pavarësia sot? Apo ajo varësia dje? Kur lëvizshit në gjithë Europën, kur shkolloheshit në gjithë Europën, kur ishit njerëz të lirë, kur kishit kriju një inteligjencë, domethënë kur vinte i madh në Kosovë thoshte, intelektualet e Kosovës janë këtu, sepse janë shkolluar në për shkollat më të mëdha të universitetet e Zagrebit, të Beogradit, të Vjenës, dhe Sarajevës, dhe intelektualet e Kosovës janë këtu dhe ne jemi këtu, thoshte i madh kur vinte për shfaqjen kont Partisë Punës. Tash çfarë po ndodh me ju? Që keni pas më shumë liri, që keni pas më shumë edukim, që arsimtarët e ju i kanë morë 2.000 marka në atë kohë. Çfarë po ndodh me ju? Çfarë po ndodh me intelektualët e Kosovës? A ka me të mos zëra në Kosovë për t'i shkun këta njerëz dhe për t'i thonë që sot duhet me u hap, sot duhet ekonomi, nuk duhet demagogji. Atëherë çfarë po ndodh me ju me Laim? Sepse unë po të flasë sinqerisht, kur ka qeni madhë me basë e gjetajve dhe vite nga Kosova, më binte kutia me qëmqakiz, ato si cigare, dhe unë i priqa një cigare në 4-5 pjesë, dhe me një cigare unë regulojsha 3 femna në atë kohë. 3 femna, me Laim, kam qenë adoleshent, mersha të qëmqakizin e dajan 3 pjesë. Coca-Colën, me Laim, Coca-Colën, ne e kishim në raft bosh dhe mbureshim kur ju i kishit dyqanet plot, kur ju e kishit mendjen plot me shkolla. Tashti, si ka mundësi ne jemi në këtë stat që na respekton Europa, që është bërë gjithë ky boom ekonomik, dhe ju keni me atë mentalitet garbigji, si ka mundësi? Garbigj thash, garbigj. Këtë më shpjegoj me Laim, këtë më shpjegoj. Bërllog. Mentalitet bërllog. Sepse në Kosovë
erdhe një njeri me ndimin e Beogradit edhe të Rusisë, me emrin Unë mos më fut në këto historina mu. Unë nuk jap opinione, unë jap analiza. Tashti me lajm, unë nuk du të bëj konspiracion. Unë di të të them, erdhi një politikan me një ambicje të ndyrë, që masi u fut në zgjedhjen Kosovë, futi partinë e vetë të vllau vetë në Shqipëri për t'i kriju tallava. Dhe nuk mori asnjë deputet. Dhe pjesa më ndyrë e atij që i përmend emrin. Dhe pjesa më ndyrë e asaj partie është që ka kriju këtë konjunkturë në Shqipëri dhe ka vërtetu dasin midis vëllezërve. E ka vërtetu ky njeri, të tjera të leni se s'du të bëjmë historina. Të shprehet se ai vjen nga vendi nga origjina, kështu që çfarë shprehet? Vlen. Këto janë konspiracione tash. Jo, bisedë direkte. Më fal, konspiracionet janë rana. Fulim me realitet. As Ahmet Zogu. Tash unë nuk duke shpret Sako tash ta unsha zemrën. Unë ti je me Lejm Zega. Ka mundësi të flasësh konkretisht. Për çanoll na. Mbleni këto historinë nga Beogradi e këto. As Ahmet Zogu, as Fanoli, as Enver Hoxha nuk e ka godit Shqipnin në përmosat e Albin Kurtit. Kur Enver Hoxha në vitin 1981 e sulmonte leadershipin e Kosovës, kishte vetëm 2 emra, Sinan Hasanin, Ali Shykriun, por nuk e goditi Fadil Hoxhën, nuk e goditi Mahmud Bakallin, nuk e goditi Xhavit Nimanin. Albin Kurti, nuk ka shqiptar 150 vitet e fundit që kam bjell armiqësi, urrejtje, poshtërsi, në mes Prishtinës dhe Tiranës në përmosat e Albin Kurtit. E mban inteligjenca intelektuale edhe këta pseudo opinionistët në Kosovë. Nonën intelektuale, më falë, kanë e qunë të intelektuale, unë e di çka do me thonë intelektual në Evropë, jo në Balkan. Në Evropë intelektual do me thonë që kur një njeri, një lider politik, sulmon palcën kurrizore të kombit shqiptar, që është marrëdhënia e mirë mes Tiranës dhe Beogradit, ai nuk është intelektual. Intelektual është Adem Jashari, që ti e ke bën këtu bustin e tij, bashkë me Skënderbeun. Intelektual ka qenë Adem Jashari, kry intelektuali i kombit shqiptar, që ka thonë që ne me Serbi nuk mund me dialog të zgjidhim problemin, po do të mja gryken e pushkës, apo kupton? Dhe këte ka thonë, shumë njerëz e kanë thonë që ai ka qenë akademik. Albin Kurti i ka shkatru të gjitha urat e komunikimit mes Prishtinës dhe Tiranës, mes Prishtinës dhe Shkupit. Albin Kurti e ka bot tallava gjendjen politike në Maqedoni. E ka luftu Ali Ahmetin, e ka luftu Edi Ramën, e ka luftu Hashim Thaqin. Për 5 vite në pushtet. Edi Rama nuk e ka luftu, e ka forcu, me atë turp që i boni që erdi konkuroj këtu, e ka forcu. Anglisht thonjë, ja ha bythën. Po, pse vjen 2 herë në vit dhe voton Albinin? Kanë mbetur mbrapa në kohë, kanë mbetur mbrapa mentalitet, a ka arsye tjetër? Ka arsye tjetër. Që është? Që është, ne, njeriun që ti e ke përballë, që një shumë mirë, unë kam ranë në Burg në vitin 1981, kur ti s'ke qenë i lindur, apo? Kam qenë lindur. Në sa ke lindur? 73. 73, në 81 kam ranë në Burg për shkak se kam qenë udhëhec dhe organizatori demonstratave të Kosovës në Drenica. Studentore. Albin Kurti mbështetet prej pjesës të pro-Jugoslavëve dhe pro-Serbëve. Nostalgjikve. Ne, mos harroni ju dy që pja thani diçka. Unë dhe grupi që unë e përfaqësoj, e kemi konsideruar në të kaluaren, edhe sot, edhe nesër, që integrimi kombit shqiptar në Evropë vjen përmes Tiranës. Albin Kurti mendon që vjen përmes Beogradit. O, me lejim. Ta dhash përgjigjen. Në gjithë këtë historinë e tallavas botërore që është, a di me më spjegu mu
ku jemi në raport ne me vedin, ku jemi në raport me njëri tjetrin, dhe ku jemi në raport ne me Europën dhe me Amerikën që ka rujt ekzistencën tonë. Ku jemi ne në këto? Ky njeri, sepse është halli i madh i njerëzimit. po, Ku jemi ne? ky njeri ka mbledh rreth vetes ekstremin islam, Albin Kurti po flas, i cili ekstrem e konsideron flamurin, e konsideron flamurin kuqezi si një harën, një leck. Këta e fynë Nën Terezën, e fynë Skënderbeun, e fynë Adem Jasharin, dhe ky njeri don me e armiqësu kombin shqiptar me Evropën dhe Perëndimin. Mos ishte Amerika, i dashur i Gjergj Luca, unë dhe ti, Bledi Mane, sot nuk do ishim ullë këtu. Që 150 vjet janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës që e përcaktojnë dhe e ruajnë gjenezën e kombit shqiptar. Do me thonë, po të mos ishte Amerika, Serbia, kur i ka qitë 800.000, 900.000 shqiptarën të Kosovës, i ka sjellë në Shqipëri, sot Kosova kish me kenë me 150.000 nostalgjik të Serbisë, vetëm 150.000 banorë. Shikojeni Gazën, shikojeni që po ndodh në Gazë. Dhe Albin Kurti, sipas Dobrica Ćosićit, babait të kombit serb, thot, ne do ta fitojmë Kosovën atë ditë kur do vije një lider politik shqiptar në Kosovë që e armiqson Kosovën me Perëndimin. Tashti i dashur të kuptova. Unë du të kuptoj diçka. Tashti unë po nigjoj fjalë të tmerrshme për këtë pjesën e muslimanizmit. Unë nuk e besoj se kom shumë shok musliman atje. Nuk e besoj këtë histori sepse janë shumë patriot për flamur, dun heroin ton kombëtar. Gjyshim ka qenë Hoxh, por kjo e vërteta që po them. Mund të jenë unë nuk vën dyshim, po mund të jenë raste sporadike. Tashi jo valla janë sporadike. Okej, tashi unë du të di diçka. A ka në tokë të Shqipërisë një njeri dhe a ka në tokë Kosovës një njeri që nuk e di që Shqipërinë e ka shtu 1900 sa ka qenë 7 metra, 4 metra, sa ka qenë, e ka shtu 13 e ka shtu presidenti i Amerikës sepse do t'ishte botë sop, do kishte marrë punë. Dhe Kosovën i ka dalë për zot Amerika në 1999. A ka njeri në tokë Shqipërisë dhe a ka njeri në tokë Kosovës që nuk e di këtë punë se kush na ka dalë në për zot dhe kush na del në për zot sot? Ka. Jo, pa ta nuk janë mirë, nuk duhet të jenë njerëz normal. Ata janë nostalgjik të Jugosllavisë, janë pro-serb. Jo, Melaimi, nuk është ashtu. Melaimi tha që kanë person 900.000 kanë ardhur të vëllezërit e vet në Shqipëri dhe do merrshin 150.000 atë minorancë ata që ishin pro-serbisë. Këtë tha Melaimi. Tashti unë du të them nga ky 900.000 që këta i përzun, që u kthyn prapë mrapsh. Unë mendoj që ato vujtje ja kanë thonë fëmijës vet se kush i shptoi. Dhe nuk është normale që ka shumica mendon ka ndryshe dhe ku ta di unë se çfarë. Dhe në këtë prizëm, unë du të sqaroj diçka edhe me atë thënien time kur ishim për pavarësinë. Ore zotnit në Rumë, filloi një nisëm, Open Balkan, që unë du ta quaj, e lej me harrojmë atë emër se pas kanë alergji ca njerëz, unë du ta quaj marrëdhënie e hapur tregtare. Tregu i përbashkët. Tregu i përbashkët. Tashti çfarë janë këta njerëz që kanë mbi gjysmën e mallëves në për vitrina serbe dhe dalin flasin për nacionalizëm dhe nuk hapin kufit që të lëvizi malli dhe njerëzit mos merren me tallavane demagogjisë, po të merren me tregti. Tash unë dy gjona se mase nuk i di për kuriozitetin tat, unë i kam nxjerr këtu vetëm të lutem më dëgjoj se nuk du ta kthej këtë, du të shfryzoj sa më shumë për mendimet e juaja. Tash i Ballkani, 6 vendet e Ballkanit, që ne do të formonin Open Balkan. Ballkani perëndimor. Ballkani perëndimor. Melaim, e di që janë 18 milion njerëz dhe kon 180 miliard
GDP? 180 miliard euro. 6 vende të marume. Tashti, e kupton që u bobu ashku Bullgaria, Rumania, Kroacia, Slovenia, pa pjesën e Turqisë. Kjo GPT sot është 1.4 trilion. Dhe me rritjen ekonomike të këtyne veneve 3 deri në 4%, kjo deri në 2030 shkon 2 trilion. Po mirë, këta njerëz, a e menojnë këtë punë, që kur të hapen këto kufi, ne do të punojmë shumë më tepër, ne do të shfrytëzojmë resurset e njëri tjetrit, Shqipëria do të shfrytëzojë turizmin, Shqipëria do të shfrytëzojë qarkullimin e mallrave nëpërmjet portit, se as Maqedonia e Veriut, as Kosova nuk ka dalje, as Serbia nuk ka dalje. Dhe edhe Bullgaria ka më interes dali këtu, se sa dali atje me Rumaninë. Dhe do të ndryshoj situata komplet. Kur Bosnia do afroj ato gjona që ti t'i bëj mirë, kur Kosova do afroj ato gjona që ti t'i bëj mirë, kur Serbia do afroj ato 2 gjona që ti t'i bëj mirë, dhe përveç anës ekonomike, 2 faktorët kryesorë që janë në Ballkan. Aja është faktori shqiptar dhe faktori serb? A janë këto 2 faktorë? Ne, a jemi populli më pro-amerikan në botë? Ata, a janë filo-rusët më të tmerrshëm në botë? Atëherë, ne si Ballkan këto vene, a nuk kemi mundësi të luajmë edhe ne pak politik me këto interesa? Ku ne jemi deklaruar populli më pro-amerikan dhe ata janë populli më filo-rus, që ne të kemi tregjet e hapura dhe të kemi mundësi që të rrujmë një ekuilibër. Jo nesër pas nesër ne na përdorin për t'i vënë prap flakën Ballkanit dhe nëpërmjet Ballkanit prap Europës. A i takon kështu? A ka burrat mençëm atje? Se unë këta burrat e mi i kam ndjek këtu, edhe kur kanë qenë në Serbi vizitën e parë, gjitha ne dhe ja njoh frymën. Atje ka njerëz tillë me laj. Shiko. Falë se zgjata, a? Po, këta politikanë të Kosovës, aktual që po them, i vetëm njeri që e ka vrejt këte që po thuti ka qenë Hashim Thaçi. Hashim Thaçi ka qenë burr shtetas, jo lider politik, po ka qenë burr shtetas. E ka tregu në 2 momente këte, në marrëveshjen e Rambujes edhe në shpalljen e pavarësisë të Republikës të Kosovës. Albin Kurti po don me kthy Kosovën mbrapa. Kosova prej që ka ardhur Albin Kurti në pushtet është duke ecur sikur ameba niqelizore, është duke ecur sprapthi. Dhe Albin Kurti e kupton që realisht në Bashkimin Evropian nesër kombi shqiptar është numër 1 në Ballkan. Pse? Se kemi të bashkuar shqiptarët e Maqedonisë, shqiptarët e Malizis, shqiptarët e Kosovës, shqiptarët e Luginës, shqiptarët e diasporës. Dhe ky po e frenon këtë proces. Dhe ky është duke përdor ignorancën e shqiptarëve që janë mbështetës tij. Ky vetë i ka quajt një hajvanat, do më thonë lop gjalla, as Danimarkës jo, po i ka quajt lop të Indis. Dhe e dyta i ka quajt analfabet potencial, 27% Albin Kurti ka thonë që janë analfabet potencial. Po të rezonon të Albin Kurti me logjikën tonë, ai do të vinte në Tiranë dhe do të këshillojë minimalisht për politikën e jashtme me Edi Ramën. Do të koordinonte gjërat me Edi Ramën, politikën e jashtme me Edi Ramën. Në udhëheqjen e tij nuk ka njohje, në udhëheqjen e tij ka izolim, në udhëheqjen e tij ka konfrontim me Tiranën, me Brukselin, me Washingtonin. Dhe kjo po i shkon për shtat vetëm politikës ruse. Ka dhe një problem, ka dhe një problem tjetër. Ne jemi kapitalizëm. Motori i kapitalizmit është prodhuesi. Nuk flas për ta. Ai nuk e kupton. Më fal, këtë do të shpjegoj. Nuk janë këta të tallafaz, janë investitori, është prodhuesi. Tashti, ai e shikon që biznesmenët më të mëdhenj të Kosovës janë futur në Shqipëri dhe po investojnë fshatra turistik, linja prodhimi, pa fund, dhe janë hapë të gjithë dyrët.
të gjithë dyrët e qeverisë shqiptare për të ardhur për të investuar. Më ke pyet mu pse nuk bëni kompleks Rozafa, që ti çon mall në të gjithë botën Kosovë. Dhe të kam thonë me Lahim, unë një gjoj njerëzit e mi, kolegët e mi të biznesit, që më thonë Luc, po na heqë oksigjenin, është komunist. Po mirë më tash, këta njerëz, pse nuk bëhen që gjithë bashkë i thonë, orë zotni, qa jetu bo? Ja u kalëshu në shpinë ose të nërej popullin. Pse? Agjensionin e toks. Shiko, sepse ai e ka kop logjikën e Sali Berishës. Logjika e Sali Berishës do thot që oligark. Sali Berisha nuk ka dhënë akoma asnjë përgjegjësi penale, pse i dogje gjitha fabrikat. Sali Berisha i dogje edhe ullejt. Sali Berisha erdhi në pushtet me logjikën e Khmerëve të kuq të Kambodhjas, që kur erdhën ata në pushtet, thanë ne po djegim çdo gjë të kalurën. Unë kam thonë Top Channel, edhe në plot media, që nëse Enver Hoxha ka qi nonën në Shqipni, Sali Berisha ka qi edhe babën. Këtë e kam thonë publikisht. Të njëjtën gjë po e ban Albin Kurti. Albin Kurti tha, kur erdhi në pushtet, me 14 shkurt para 5 viteve, tha u çliru Kosova. Viti zero. Bravo, viti zero. Albin Kurti harroi që Hashim Thaçi dhe kroj luftës, i ndërtun autostradat, ndërtun aeroportin, ndërtun spitale, shkolla, qerdhe, media, dhe ky e kthej Kosovën në zonën zero. Dhe atë logjik po e vazhdon edhe sot. Pse kaq xheloz Albin Kurti për Vjosa Osmani? S'mund të jetë një burr kaq xheloz. E gënjeu, momentin që ja ndërpreu mandatin e dytë në mes, u bë xheloz për dashurinë në Trumpit ndaj Vjosës. Jo dashurinë, po dëgjoj, kur Trumpi tha që nëse ju keni problem me Serbinë, të lutem tham telefono. A ishte punë shumë e madhe, a? Dedikim i përveçëm ndaj Vjosës. Absolut. Dhe unë, duke qenë kundërshtar ndër më të mëdhej të Vjosa Osmanit, kur e shoh interesin kombëtar, interesin shtetëror, unë vetë kam dalë publikisht dhe kam thonë, pse nuk i vazhdohet edhe një mandat Vjosa Osmanit? Po jo më, po ne na keqja vetit më, si të vazhdojme. Nëse ka një njeri në politikën tuj karizmatike, që ka prodhon energji pozitive, që prodhon energji për atë vend, është Vjosa Osmani. Unë nuk shoh një tjetër. Dhe kjo është historia e tallavas tonë shqiptare që du të mysim më të mirin, e kupton apo jo? A e shef se çfarë i bëjnë këtij tjetrit njerëzit që ka për rreth? A ka dashuruar ndonjëherë Albini në rininë e vet? A ka qenë i bullizuar? A ka pasur jetë sociale? Lodra në fëmijëri? Se shikohet Albini cinik, Albini si një fëmijë i vogël që do të grumbullojë gjitha lodrat, mjafton që fëmijët e tjerë mos luajnë. Domethënë, personaliteti i tij si do duket? Mu më duket personaliteti i tij që është rrit pa dashuri, një, dhe dyta kam informacione jo të pasakta, po shumë të sakta, që ky njeri përpos që është i maltretuar në për burgjet serbe, është si shumë burra tjerë të Kosovës, është edhe i përdhunuar. Që ka akuzë e rëndë? Jo, nuk është akuzë, më vjen tepër keq për te. Më vjen tepër keq, por ai duke qenë vetë i përdhunuar, realisht prej ardhjes ti në pushtet, po e përdhunon Kosovën. I bullizuar. Shqiptaren Dojona Mihali e ka thjesht shefet të spionullikut në Kosovë, ka ndonjë lidhje intime me të, apo i bashkon anti-shqiptarizmi? Dojona Mihali është, sipas shërbimit informativ kombëtar të Kosovës, është spione greke, e shërbimit të spionazhit grek. Dhe Dojona Mihali është shefe e shërbimit informativ të lëvizjes vetëvendosje të partisë dhe ka qenë person i shpallur non grata nga shërbimi informativ i Kosovës që quhet AQI-a. Me ardhjen e Albinit në pushtet e ka rikthy edhe e ka bind ose e ka detyru Vjosa Osmanin që t'ja njoh
në shtetësinë. Kështu që shkaktari numër 2 i krejt kësoj tallavaje ose përçarje kombëtare realisht është Dejona Mehani. Tashi se e bëm bisedë shumë oficiale, a mëne du të di një menim tuaj ta kthejmë pak analizën, ta kthejmë pak bisedën. Ore, me këtë historinë e 2 demokracive që unë kam ndesh në jetën time, që në fillim kam fillu punë në Itali me një pasion dhe them faleminderit Italisë që më kam mësu shumë gjëra. Mase Italia filloi degradimi, filloi kriza financiare, filloi t'i kam mike, do paguj mas 3 mujve, korupcioni, përrallat, burokracia. Edhe unë e shifsha me dyshim këtë demokraci liberale dhe fillova të shkruja në Kinë, të dërtoja anije dhe shikoja aty një pseudo-demokraci në thonjzat Kinës, që ishte shumë e ashpër dhe shumë autoritare. Tashti, a mund të më thuash çik midis tyre 2 demokracive që i ka nda ky truni im, liberales dhe autoritares? Me lajimi, çfarë mendon? I ka ardhur botës një moment që kjo demokracia duhet jetë autoritare, duhet jetë i fort, sepse kjo demokracia liberale e çoi në drejtim paditur. Praktika e ka tregu që demokracia liberale sjell në anarki totale. Dhe unë jam për këtë demokracinë autoritare. Sepse po shifni që edhe lindja mesme është shkatru pikrisht për shkak të mungesës të demokracisë autoritare, kur është rrëzu për shembull Saddam Husseini, ose çka do që ka ndodhur atje, po edhe te ne, edhe në Amerikë, le të ne, por Donald Trumpi po e ndërton këtë demokracinë autoritare. Se demokracia liberale do të thotë ti çu edhe ban brenda familjes, e brenda lagjes, e brenda qytetit, e brenda shtetit ty çka të qohet. Domthon me bot çka të qohet do thotë mja shtetit, familjes, ardhmerisë, çdo gjë. Dhe unë jam për këtë demokracinë autoritare dhe kjo demokraci rezultatin më të madh e ka dhënë Kinë. Trego puna ku kanë shku. Puna tregon dhe rezultati numër 2 po jep Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me pas dëgju Amerika demokracinë liberale të këtyne anglisht thonë të këtyre evropian liberal që thojshin, shi ka thojshin, luftën e Kosovës, se unë e kam përjetu vetë personalisht, se kam bo pjesë në elitat më të mëdhaja evropiane, qoftë në debate politike, qoftë televizive këto. Ndoshta Miloševići po ban krime në Bosnje, e në Kosovë, ndoshta nuk po ban. Ndoshta po, ndoshta jo. Po trego Haga. Eksakt. Haga. Dhe këta thoshin, sikur ajo femra kur Bledi Mone ja vlyp femra, thonë, ndoshta ta dhon, ndoshta s'ta dhon. Apo kupton? Dhe ndoshta oportuniste, përgjigje. Tashi ku hym ne si Kosovë, si Shqipëri, si kombë shqiptar, ku hym ne dhe këtë duhet zgjedhim nga këto 2 formate? Absolut këtë të dytën që po thu demokracinë autoritare. Për shembull, po ti shon kryeministri i Kosovës ose i Shqipërisë, a di çfarë do të baja? Unë nuk do nisesha nga këto, si mund ta praktikosh ti në Tiranë, një ligj suedez, veç më thoni këte, ose një ligj gjerman, kur qohet këtu njeriu, një gazetar, po flas për lamin time, edhe t'akuzon ty për 1000 gjëra inexistente, ta shkatron biznesin, ta shkatron familjen, ta shkatron karrierën. Dhe tani do thush, si në demokraci, këtu nuk thuhen Gjermani, nuk thuhen Suedi, që për shembull Gjergj Luca në vend të peshkut, shet shembull drog, si që kanë akuzuar. Drog, po, misht ngordhur, Kjo nuk ndodh në Evropë. Prandaj Gazetarie pa përgjegjshme. Gazetarie pa përgjegjshme dhe a di pse
na dynjon në epitafe i Deramës ka me shkru të guri varrit ti. Veç një gjë ka thonë pa diskutueshme, ka zoni mediatik. Do me thonë, ajo zorra e trash e krejt mundësis e fliqësis shqiptare janë realisht mediat Shqipëria në Kosovë. Të mbetemi në rajon. Turqia ka investuar miliarda euro në Serbi. Po, Dhe pak më pak në Kosovë edhe në Shqipëri. Mirë po, kjo shumë e madhe investimi në Serbi nuk i bën serbët ta duan shumë Turqinë. Ndërkohë kundërta ndodh Shqipëria e Kosovë. E duan shumë. Është pyetja ime, të lutem. Dakor, pa pyetja jote. Po duhet kuptosh një gjë. Turqit janë pragmatistë. Më fal një sekond. Po ta shpjegoj unë, okej, në rregull. Ti po e shikon me logjikën e biznesit, unë po e shikoj me logjikë sociale. Pra, investohet shumë në Serbi dhe logjikë sociale më valla. Bota është biznes valla, është treg më i madh valla. Është treg më i madh janë më korrekt. Unë jam gazetar, unë nuk bëj biznes, unë merr me lajmin. Pra, investohet shumë në Serbi dhe nuk e do njeri Turqinë. Investohet pak në Shqipëri dhe në Kosovë dhe janë të dashuruar me pushtuesin e vlla. Çfarë ndodh? Ka 300 vjetë të pushtuar dhe ne japim zemrën, shpirtin. Prej 120 xhamive në Kosovë që kanë qenë para lufte, tani fal Turqisë edhe Arabi Saudite kemi bërë dikun rreth 860. Pra investim religioz. Po, ju e dini skandalin më të madh që ka ndodhur në Tiranë me xhamin kryesore aty afër parlamentit. Namazgjaja që nuk është hapur për shkak se Erdogani mendonte që ata imam të ishin të lidhur me gylenistat. U vonua për urimi e keni fjalën. U për urime e tjera. Unë personalisht mendoj dhe jam i bindur që ardhmëria e kombit shqiptar edhe në fe, do më thonë edhe besimin mund ta kenë shumë më të drejtë e shumë më njerëzor ata që janë të shkolluar. Po të na donë të Turqia dhe ndonjë vend tjetër, në vend tyre xhamijave na kishin hap shkolla dhe mbi gjitha qerdhe. Edhe kopshte. Po, kopshte për fëmijë. Kush janë më shumë hipokrit? Besimtarët shqiptar të Kosovës apo besimtarët shqiptar të Shqipërisë? Ku ka më shumë hipokrizi feja? Për fe nuk e di, nuk guxoj të përgjigjem në këtë për hipokrizi, por unë mendoj që hipokrizi politike më shumë ka në Kosovë se në Shqipëri. Hipokrizi. Ndoshta edhe fetare. A jemi ne shqiptarë një kom materialist? Pra, unë jam i bindur i shkojmë pas një besimi për interesat të ngushta, i shkojmë pas një partije politike për interesat të ngushta. Absolut po, sepse në Kosovë flitet publikisht që shumë njerëz mbajnë ferexhen për shkak se paguhen për me mbajt, do më thonë, ferexhen një femër. Është vërtet. Një pyetje tjetër, si parashikon burgun e Hagës së liderëve të UÇK-s? Pra, tani pritet vetëm vendimi i gjykatës. A do ndërhyjë Amerika? Unë jam shumë i bindur që i vetmi njeri që është morë ekskluzivisht me çështjen e Hagës është Edi Rama. Por jam shumë i rezervuar ose i friksuar që presidenti Trump në këtë farë lufte globale ka kohë të mirret me gjykatën e Hagës. Nuk ka apo ka? Nuk ka. Nuk ka dhe... Dhe si mund jetë vendimi i gjykatës? Friksohem që për shkak që Evropa ka vënë dikun rreth 500-600 milion euro për këtë gjykat deri me tani dhe për shkak të politikës anti-amerikane nga ana e Evropës, ju po shihni rrështimin e Evropës në luftën e Iranit, që është në distancim nga politika e Trumpit, shumë frigohem që ata burra atje do të dënohen bashkë me luftën e UÇK-s. Pra ti je një pesimist, si vendimit. Absolut, po. E ke përmendur shpesh Edi Ramën, madje edhe i bën elozhe, je ti një patronazhist, je ti një lëpirës, a të paguan qeveria shqiptare, a të paguan George Sorosi, apo thjesht një simpati dhe racionalitet i mendimit tënd? Unë vetëm jam racional, çdo njeri që e don Shqipërinë ose jo që e don, se kjo e don, se don, është diçka tjetër.
po çdo politikan që ban një veprim racional, e të dur, e të mirë për Shqipërinë dhe Kosovën, unë e du. Për shembull, kam qenë kundërshtar shumë i madh i Vjosa Osmanit, por veprimet e saj në vitin e fundit kanë qenë veprime racionale dhe në favor të shtetit Kosovës. Gjithmonë edhe në çdo debat dhe në çdo prononcim timin kam thonë që 36 vite Shqipëria nuk ka pas politikan në përmosat e Edi Ramës që e madhëron kaq lartë Shqipërinë, që ngrit në pikat më të larta imazhin e Shqipërisë përpara botës, jo vetëm perëndimore, por gjithë botës, sikurse ka bëu Edi Rama. Kemi 15-16 milion turista, është një zhvillim i paparë, dikur Prishtina ishte Parisi i Tiranës, sot Tirana është Parisi i Prishtinës dhe vetëm çka ban Edi Rama në raport me Shqipërinë e çmoj dhe vlerësoj. Edi Rama një vetë s'ka bë kur gja për mu. Kush i ka oligarkët më të mirë, Shqipëria apo Kosova? As në Shqipëri, as në Kosovë nuk ka oligark. Milionerët, Po, miliarderët. kjo është teori e Sali Berishës edhe e Albin Kurtit. Oligark do thot kur një njeri e thirrë në telefon kryeministrin e Shqipërisë i thot apo vjen këtu ku jam në kafe apo ta qija atë nom. Zera till nuk ka që i thojnë Edi Ramës hajde këtu se të qi nonën, apo kupton? Nuk ka oligark në Shqipëri, ka biznesmen në Shqipëri dhe këta biznesmen na dhonë me hangër, me pi, krijojnë vende të punës, krijojnë ardhmëri, paguajnë taksa. Ti je kundër oligarkëve, Sali Berishës duhet fort me ko i çmendur, fort me ko budall. No, me qenë në atë farë mendimin e Enver Hoxhës, i cili zhduki pronën private, ja mori shqiptarit pulen, viqin, lopen. Apo me lejim pas zotin, por se i ke që lule Enver Hoxhës, atëherë kur ne ishim pa puk në shtëpi. Ma na luj menshë si se na shmene me Enver Hoxha. Enver Hoxhës i ke që lule, i ke që trëndafila. Qa viti ishte? Palena e buri historinë. I kam që lule, e ky, po nga Gjermania. Ky pa buk, sheqer dhe ujë. Ky pa buk, familja aktorës. Po pse sa ka pas rrogën në Rekluca, o vlla? O vlla, tornitore ka pas rrogën më të madhe në Rekluca, o ky regjimi me sheqera. Buk, sheqer, ujë. Po çimçakizat që vitin nga Kosova zije ky dashnore. me atë Sali Berishën që e don shumë, ky me atë Sali Berishën që e don shumë, ja kanë motë sasinë e sheqerit në urinë në Enver Hoxhës. Sa ka sheqer, sa s'ka sheqer. Sali Berisha yt, që ti e don, e ka marrë në valigje, e ka çuar në laborator të Evropës me motë sasinë e sheqerit të urinë. A di pse kemi dashur në Enver Hoxhën? Jo, a di pse? M'fal, a di pse kemi dashur në Enver Hoxhën, shqiptarët e Kosovës? Sepse i vetmi burr në vitin 1981 i kam mbështet demonstratat tona. Por na nuk e kem ditë që Enver Hoxha ka qi juve me nonë me babë në Shqipëni. Apo kupton? Qysh edhe ju nuk e keni ditë çfarë vujtjesh ne kemi përjetu në Jugosllavi. E keni ditë? Se keni ditë. Edhe në Albin Kurtin e dum se po ja ushqi nonën juve po ju çon për lesh. Edhe pra ne e dum fort. Vazhdo vëlla. Jo, ju mani. Ja mojmë lesh. Se po na e përmend. Ju po e mani. Jo nuk e Ju po e mani derisa t'ju sistemoj mirë, t'ju prishit dhe me Amerikën. E kuptoti? Edhe t'ju prishit me Amerikën, edhe po të bëj pyetje me ju prish me Amerikën, ku shkoni ju? Na qijet nona, vjen ai Vučić që na ban gullash hungarez. Po dhe ju që ne kemi mojt me 900.000 turistat turizmin shqiptar, me 900.000, na keni vu, na keni ras, na keni vu trarin ato me pagu 5 euro, po vend që pse nuk e bani ju pagesën Tiranë-Durrës me bo 2 euro? Pa autostradës. Pse me vu 900.000? E kanë bo, ma. Autostrada Thumanës do po edhe kjo tjetër edhe shi e bregut. Me lek e kanë bo. Po Thumana tjetër sen. Po me lek e kanë bo. Mbas asaj. Po na kemi fut. Ato rruga do ndur mirë mbajt. Bojni dhe ju 5 euro se s'është problem. Ndërsa sa për turizmin, më fal blet, unë kosovarëve i përulem
se kosovarët kanë bë 80% turizmit në veri. Nga Durrësi deri Velipoj e kanë majt vëllezërit tonë për Kosovë. Dhe ai që thot kundërtën është legend. Ndërkohë kemi një kontrast të frikshëm. 5 vitet e fundit Albin Kurti bën pushimet në plazhet e Greqisë dhe nuk ka shkelur në Shqipëri. Po është vërtetë, sepse Dejona Mihali. Çështje financash, urrejtje. Jo, urrejtje. Dejona Mihali. Cilësia e ujit më e mirë, shërbimet më të mira, ushqimi më i mirë. Foto ti edhe gjithë ata që si ka mundësi gjë për shembull. Se edhe këtu analistat për shembull e bëjnë copë Albinin ka herë. Me nërmethon, analistat e bëjnë copë Albinin. Po edhe Edin e bëjnë copa ta ne. Po Edi vjen. Vjen të juve, munohet japi fryme, munohet luftoj me hapat e kufi. Mediat në Kosovë nuk e urrejnë Edi Ramën. Mediat. Edhe analistat... Vetëvendosja me njerëzit e saj? Vetëvendosja po. Por analistat edhe në mediat televizive Edi Rama gëzon shumë respekt për dy gjëra. Për ngritjen e imazhit të Shqipërisë dhe për mbështetjen absolute që i ka dhënë krerëve të ushtrisë çlirimtare në Hag. Albin Kurti po i ban gati 6 vite në pushtet. Po pse nuk thu dhe tjetër më të rëndësishme? Për gjithë betejën që ka bërë për Kosovën. Që në vizitën e parë, jo nuk e tha. Tha për mbështetjen që i ka bërë ÇK-s. Unë kam qenë prezent, delegacioni parë shqiptar, mas nuk e di sa 50 vjetëve që i ka ikat. Po i ka thonë Beograd Vučićit, po pranoje i ka thonë Kosovën në dimëre, te apo me do që jam ignoranta. Vizita e parë bloku gjithë rrugët, jo ka bo namin, jo vetëm atje, po ka bo namin në gjithë dy Vllazko. Ti e mësu me full me budallën e ignorant që nuk lexojnë me këta analistat e kategorisë të Facebookut. Jo, unë jam mësu me full me njerëz që kanë mllëfe, ti s'ke mllëfe. Ti je civil. Unë jam mësu me full me njerëz me mllëfe. Ti mllëf nuk ke. Jo vetëm ajo, po unë e lexoj, unë e kam përcjell Edi Ramën, e përcjell Albin Kurtin, e përcjell Vjosa Osmanin, dhe kur ka ardhur momenti final, unë e kam dalë publikisht dhe kam thonë që Vjosa Osmani duhet të jetë presidente e Kosovës edhe për 5 vite. Edi Rama ja ka qinonën Vučićit midis Beogradit i ka thonë, Kosova është e pavarur dhe unë nuk po ju kuptoj pse nuk e pranoni pavarësinë. Dhe e dyta, këtu te ka flajt Vučići, në Rozov ka flajt, kur është mojt ajo... Edhe kam pas nërë që kam pas mysafir. Jo vetëm ajo, po ke bisedu privatisht, po ndo njëherë... Privatisht nuk e kam pas fatin bisedoj. E ke pos, po nuk ka rëndësi. Jo, nuk e kam pas fatin, por më vjet turp, nga legendat opinionistë tujët që thanë Gjegjë Luca kur i ka shku Vučići ka mbulu Adem Jashari. Nuk ka më legenda më të paftyrë. A i burë ka qenë këtu, si shmullu kërkush, unë e kam pas për nerë që ta presim fishtësiri, kuptoj ka pas për nerë ta pres, dhe e kam pas për nerë ta sajdis, ti tregoj mirë pritje shqiptare, ti tregoj ftyrën tonë, ti tregoj sa pasionum jemi mas punës, mas dëshirës, për nere kam pas që ka prit. Ti edhe Bledi Mane që shpesher më qunë spion Amerikan, më sarro vetëm diçka. Jo e kam për krenari, por nuk është momenti historik, por do vjen një moment... Si që ty spion Amerikan? Më falë, do vjen një moment që CIA Amerikane ka regjistru gjdo bised këtu, që është bo me vëjtë. Unë e di edhe ti personalisht që i ke thonë Vučićit për Kosovën. Më falë, në qërë se më demanton, t'jap $1 milion. Një gjo, unë ditë të them... Lili, shikon sy. Ja po them, po qofë. Unë ditë të them këtë gjo. Në qofë se ti nuk i ke thonë Vučićit në diçka të madhe për Kosovë, ma dujmë demanto dhe unë dorheqe nga jeta publike. Po s'mundet me thosë se e kam të registrum, shikom sy. Po të qofë sy. A i ke thonë asë ka thonë? A jetu më një gju mu që jam të thonë. Në një biset, unë jam shprej dhe kam thonë, përse duhet keni ju mu rejte për shkjavën, se duhet kemi nesi tuka gjithsa. I matë mu më ka zbrit 5 vjeqë.
masi I dogjën kullë. Ora I ke thonë Dhe Vučićit pse nuk po të kuptoj pse nuk e pranon Kosovën. Tashti më një gjo mu këtu. Kam dëgju përgjime telefonike. Biseda ambientale. Biseda me miqit vinë në shtëpi nuk I mesin ban publike. Okay. Mesin tavolinë. Tash unë jam të thonë që miku im, kur I kanë qillu presidentin Trump, asnjë nga Kosova e ka Shqipëria, e ka gjithë ky rajon, nuk ka dalë bëj një prononcim. Dhe unë kom dalë para kamerave, me qënëse për menecien dhe kam thonë, turp, goditën shpresën e funit njerëzimit për ta kthy njerëzimin normalitet të familja, e ka thonë Gjergj Luca. Kur u zgjodh president, kam dalë kam thonë, më në fund, fati njerëzimit, sepse njerëzimi do të shkojë tek rruga e Zotit, me këtë burr. Asnjë. Dhe të gjithë këta, që janë politikën shqiptare, e kupto apo jo? Asnjë nuk e ka marrë atë qendrim më të burr, po sa është bërë president, ka ne të gjithë duke hy poshtë krevatit. E kuptoti apo jo? A kupton çka ka marrë ky prej Edi Ramës? Që e pyet, prej Edi Ramës unë ka marrë prej Edi Ramës unë ka marrë dinjitetin për shtit gjithë Europën, me ftyrën time e mos më shofi njëri shtremët si shqiptar. Këtë ka morën për Edi Ramës. Zbusim pak bisedën. Këtë ka morën për Edi Ramës. Edhe ju si Kosovar, edhe ju si Kosovar, Kosovar se Popodasia, ai Popodasi. Edhe unë këtë them, edhe ju si Kosovar keni morë në të gjithë Europën dinjitetin e Edi Ramës për ta qujtë vetët shqiptar. Po, vetë ka morën nga Edi Rama. Ta zbusim pak bisedën, jo ka ishtë tensionuar. Se nuk më përgjizën pyetje. Pak më populiste. Okej, mos përgjigja dhe më thonë merati me asoj që ja bëra pyetjen. Cila është media, gazetaria më gjovënse? Ajo e Prishtinës apo e Tiranës? E Tiranës. Është më gjovënse? Absolut po. Ka çmime më të larta? Jo vetëm aja. Ne në Kosovë kemi 2-3 media që vejnë gjoba. Tu është masive, do thuash ti? Absolut. Në Shqipëri është lajmë në qoftë se gjen një media që nuk vend gjoba ndaj biznesit. Kush është më I shtrenjtë? Kush është më I shtrenjtë? Kurvliku I Prishtinës apo kurvliku I Tiranës? Absolut I Tiranës. Na I kanë ngritë çmimet. Ne dikur në Kosovë banim sek me 50 euro, 100 euro. Kanë pritë çmimet, na kanë dhënë çmimin. Kur erdhën të Tiranës atje, dhe u thoshin shoqeve të mia që mu I dashurin blen makinë, I dashurin blen apartment në qinona neve. A kupton? Se ne kënaqemi. Korrupsionin në kufe me Shqipërinë, me Maqedoninë, me Serbinë e kanë shpik shqiptarët e Kosovës në kufe. Pra neve e kemi marrë për jush këtë. Jo, më lejë të spjegoj. Nuk ka shqiptar I Shqipërisë duke përfshi edhe Gjergj Lucën që mund të imagjinoj të jap një polici 100 euro, 200 euro vetëm mos me prit në radhë 30 minuta. Ate e bojnë vetëm shqiptarët e Kosovës që I zinë fasule 6 ore I hajnë pastaj të nxehta. Ndërsa tregun e të dashurave e kurvërisë na kanë prish Gjergji me ty e me shqiptarët e Shqipërisë. Pse? Se këtu ju blejshi makina, ju blejshi apartmente. Më I shtrenjtë. Që më zhë më qinona o burë, që fa me zhë... E di ku që prish tregun. Tregun e prishin ata që I fitojnë lek kollaj. Për zotin I kjo mu që atë të thonë. Ku fitojnë lek kollaj e prish tregun? Ku konsumohet më shumë drogë, Prishtinë apo Tiranë? Kosova apo Shqipëri? Valla tash për shqetësimin tim shumë të madhë, nuk ka rëndësi ku, hiq kjo, veç du të themi diçka, që në Shqipëri e në Kosovë, ma kollaj blen drogë se fasule. Në të dyja vendet? Po për zote. Elvana Gjata apo Dafina Zeqiri? Një analizë të vogël për të dyja. Per? Të dyja, Elvana Gjata apo Dafina Zeqiri? Një analizë të vogël për dyja këngëtarët. Unë Dafina Zeqirin e kam shumë shoqe, Elvana nuk e nja. Apo kupton, kështu që... Artistikisht po flas? Artistikisht nuk mund t'jap ndonjë mendim, sa është
opinion, dhe në opinion mund të gabosh, të mos gabosh, dyja ti du si këngëtare. Burrave zakonisht i thonë je nga fshati Nusës. Ku e ndjen veten me lajimi më komode më përsmarin? Tirana, Prishtinë. Tiranë. Po si janë më civil, janë më të hapët, janë më të paqshëm? Si është problemi? Që të tregoj, ndoshta për herë të parë po e tregoj. Kur jo marratisur nga ish Jugoslavia, jo marratis nga Vlora, jo nga Vlora po bëj shaka, po Drenica në Kosovë, është Vlora e Kosovës. Dhe unë nuk kam jetu në Prishtinë, kam qenë vetëm 2 herë në Prishtinë tranzit. Kështu që në vitin 83 kam marrë në Tiranë. Gjithë elitën intelektuale, shpirtnore, njerëzore, e kam njoftë të Tiranës. Dhe këtu i kam miqt, këtu i kam njerëzit, këtu duke fillu nga Rozana Agnosti, nga Mevlan Shanaj, nga mos t'i flas atja, do me thonë të vdekurit. Tashi, Melaim. Arban, apo kupton? Melaim, kur më ka ndru jetë baba, janar 93, mu më kanë ardhë ajka e Kosovës 3 autobuza me intelektuale. Imagjino të vish në përmjet Kuksit, nuk e di nga kanë ardhë 3 autobuza, që nga Ibrahim Rugova, nga, po them, gjithë personalitetet, sa mora vesh, edhe nga Ibiri i Bacës, që ka qenë dhe Baca, sepse ka qenë Shqipëri, ka qenë Varin Babs. Tashti, gjithë ajo plejad intelektual është aq fuqishëm. Më falë që po pysë, ku janë sot? Po tani, ardhja e Albin Kurtit, punën e parë që bëri Albin Kurti, ishte largimi imi i nusës time nga Radio Televizioni i Kosovës. Edhe erdhëm në fillova në Top Channel, apo kupton. Ai e bëri goditjen më të madhe ndaj intelektualëve, ndaj njerëzve të mençur, gjë që nuk e kishte këtë sëmundje Ibrahim Rugova. E kuptova, a është e qëllim kjo historia? Jo, më falë, a është e qëllim... Po jo larg ti qëndron këtë drejtim dhe Edi Rama. Nuk e besoj. A është e qëllim kjo historia që këta nuk i kthejnë syt nga ekonomia, sepse duan që të ruajnë influencën e demagogjisë mbi turmat. Sepse në qoftë se hapin kthejnë syt nga ekonomia dhe hapin kufit, njerëzit do bëhen pavarur, nuk do pyesin më as për Albin Kurti, as për Edi Rama, as për një. Si është puna? Që Edi Rama e kërkon me insistim këtë punë, sepse është mendje hapur dhe ky tjetri e mbyll. Tash deri kur do shkohet, deri kur do shkohet në këtë lloj drejtimi që mos hapet ekonomia dhe njerëzit mos jenë pavarur, po të jenë të varur të demagogjia. E vetmja gjallë që unë mendoj dhe jam i bindur, nuk mendoj, po jam shumë i bindur që kanë të përbashkët Albin Kurti me Edi Ramën, është që asnjëri nuk durojnë afër vetes njerëz të meqëm. I dojnë njerëzit cervel, besom, në politikën shqiptare, për shembull, Edi Rama cakton ministra, zëvendës ministra që nuk i njeh as lagja vetë. Dhe të njëjtën gjë e bën edhe Albin Kurti. Edi Rama ose edhe Sali Berisha dhe Ilir Meta kanë mbështetur shqiptarët të Kosovës që realisht atje kanë qenë kategoria më e urrejtur brenda për brenda vendit vet. Këtë mund po deshë t'jap emra ty edhe Bledi Manes, ju dhon edhe emra, por këte e kanë bo, këte veprim e kanë bo. Dhe ky kazani mediatik, se e poshni i rritim të madh të Edi Ramës ditëve të fundit që po i thoshte Blendi Fevziv që ti po shpërndan gënjeshtra. Po Edi Rama e ka ditë fillim e mbarim që Blendi Fevziv është rëndësi më i madh mediatik shqiptar që ka ndërtu gjithë karrierën e tij politike mbi rrana, mbi abuzime, mbi shfrytëzime. Ka bo 4 orë emision, ekskluziv me materialet luftës të Kosovës, me materialet e mia të xhiruara, për cilat kam rreziku jetën, për cilat jom plagos në luftë, me 21 maj 1999, dhe a di çka thot në këto emisione. Këto janë filmimet një gazetari suedez me origjinë nga Kosova. Pa përmendur emrin. Nuk ma përmend fare emrin. Baton Haxhiu, që ka qenë deri vonë krau i djathtë i Edi Ramës, ka qenë njeriu më i urrejtur në Kosovë.
Po ky e ka mojt afër, pse i ka konvenu, qashtu ko me Sali Berishën, qashtu ko me Ilir Metën, prandaj po them. Pse nuk flet baton Edi Rama me batonin? Pse s'flasin? Cili baton? Haxhie. Po qa thot e ka pas të afër? Shumë. Krahun e djathtë. Cili? Edi Rama. Një nga këshilltarët e pa... Pas zotin, Ligioni. Po, na dëgjon e gazetarëve. Pse janë zënë ata të dy? Pse nuk flasin? Pse janë zënë ata të dy? Sepse... Të marrë një opinion. Sepse... Po tash ai ri gjithë ditën me X-in me Y-in, mos më përmend emër tash mu tash historinë. Tani duhet ta di. Sepse për informacionin tanë, biznesmen dikur po ta jap me emër, që ti ke marak me të fol me fakte, si gazetar kur më pyet. Mishkoviqi ka qenë biznesmeni maj madh serb, maj madh. Ka ardhë në Tiranë përmes Baton Haxhiut dhe Blendi Fevziut. Blendi Fevziu dhe Baton Haxhiu janë ura kaluse e shumë gjerave të pista në Tiranë, Kosovë dhe në Serbi. A është batoni sekseri miellit serb që vjen në Shqipëri? Jo, të thash, sekseri numër 1 i Mishkovicit, kur e ka fillu fare në fillim. Duhet ne me ditë një diçka. Nuk mund t'jesh edhe gazetar edhe biznesmen. Kështu që Batoni është ma shumë biznesmen se so gazetar. Pse ka mojt ky? Por mos harro diçka, që Batoni dikur ka qenë njeriu shumë i afërt i Ilir Metës. Dhe këtë e ka bo vetëm për shkak të lekëve. A di si e quaj unë Batonin? Baton Kokëdhima. Ka zvendësuar Kokëdhima, modelin e Kokëdhimës. Tani me qenë se jemi tek këto, thashë të dhe një pyetje daj. Jo, dakord, po mbledhe mu ta jap një opinion. Ma jep, dale ta jap një opinion. Olta Gixhari. Pyet e këtë të kthehem pas 2 minutave. Am ka kërcënu, tham realitetin si ka qenë. Se miqtë e ti, që ky ka shumë jarana devalt, a vutën, ky Luca, më kanë thonë në sezonin para këtij në Big Brother që Olta Gixhari mund ta shikoj Big Brotherin vetëm përmes televizionit. Kur ka ardhur fundi i Bigut të kaluar, prap ajo ka qenë si opinioniste. Po, e vërteta është që më ka kërcënu, madje më ka thonë që unë ta ndaloj në Morin kufirin me hyrë edhe në Shqipëri. Dhe ti në fakt s'ka ardhur asnjëherë, që çfarë? Asnjëherë. Mu s'ma ka ndalu as Titoja Miloševiqi, po ma ndalon mu Olta Gixhari. Po kjo, shiko, është një problem shumë i madh të një pjesë e madhe e biznesit në Kosovë në Shqipëri, që për dallim prej Gjergj Lucës dhe disa tjerëve që nuk i hanë shantazhet, pjesa dërmuese e biznesmenëve në Shqipëri e në Kosovë janë shantazhet. Pra janë frigacakër. Janë frigacak, i thot ai tjetëri, unë e di këte për ty, po së më dhe ka që unë ta publikoj, unë një time nuk e morë me shantazhet. A gjerë lutë? Me lejim, malsi, në një familje babë, nonë dhe kishin edhe i fëmijë 5-7-8 vjeç. Vdesë shoqja, nona fëmijës, e qonë, qoftë mirë me Zotin, shkojnë e varosin, i bëjnë ato adetet, kthehen në shtëpi dhe e ke parasysh malsi që i vejnë qullin. Vejnë qullin për të hongër, po qullin normalisht me të misrit është shumë i ngrohtë, shumë i nxehtë dhe e hedhë jadi, hera parë që e bote, e hedhë djalit, ulen të dy për me hongër, djali merr lugën, traf e fut në gojë. Edhe i dalin lot nga sytë. Edhe i thot, jadi, çka ke biro? I thot, për Zotin Nërbabi, thot, mu kujtu, thot, nona shkrete mu mushë sytë me lot. Thot, çka me bo, thot, frapi jadi lugën e fut në gojë, lot nga sytë si ishte e zedë. I thot, djali, çka ke bab? Pasha Zotin Nërbabi, thot, ato mu kujtu se qa kopili më kalon dhe. Tashni, a ka gëlltit një lukë qorë ta mërë t'i zotnijë se ajo Kosova juj me ata njerës mrekullueshme, me ata rast mrekullueshme. Mas kanë hongër një lukë qorë më zetë mërë burë. Si o puna? Po mendon liderët politik? Po liderët janë barit, apo jo?
Nuk e di se kjo hyn në atë fahun e teorive të konspiracionit që në këtë pyetje mund të përgjigje Alfred Sako. Ba, more borxhin. Po, unë nuk përgjigjem në këte. Unë shoh veprimet. Veprimet janë shumë të damshme për Kosovën. Këtë mund të them. Por, krahu i luftës, duke mos harru Ismail Qemalin e Kosovës, që është Hashim Thaçi, edhe Vacin Jakub, edhe Kadri Veselin, edhe Recep Selimin, kanë bërë shumë gabime të mëdha mbas lufte, që, shiko, me qenë se ti dhe Bledimani e një njerëz të mençur, po të them diçka të mençur para juve. Kur Neroni e kalli Romën, këshilltari i tij tha njerëzimin në të ardhmen do ta falë pse e ke kall, por nuk do ta falë pse i kalle librat. Hashim Thaçit, Kadri Veselit, vetëm një diçka nuk kam ja falë kur fëmia im, për fëmijët e mi po them, që e lejun me ardhë në pushtet Albin Kurtin. Po të shikosh videot, kur unë kam qenë deputet i Kuvendit të Republikës Kosovës, videot që janë të regjistrume, se nuk jemi duke jetu ne në kohën e Aleksandrit Madh, e të Ismail Qemailit, që arsyeja e dinti pse u shpall pavarësia në Vlorë, jo në Shkup e jo në Durrës. Se s'kishte makinë telegrafike. Prandaj shkoi Ismail Qemaili në Vlorë për ta njoftu botën. Ne jemi të regjistruar dhe unë i kam thonë Kuvendin e Republikës Kosovës, Kadri Veselit, kryetar, ja ke dhon shtagën budallëve, Albin Kurtit, e po trafin me shtagën tane. Kadri Veseli, Hashim Thaçi dhe Jakub Krasniqi e Recep Selimi e kanë pas mundësinë e pushtetit me parandalu mos me ardhë kur në pushtet Albin Kurti. Se Kadri Veseli a diçka i ka thonë dhe po e mbyll. E ke në video. Thot, Albin, ki me ardhë në pushtet, po ko me ta po sherrin Kosova, ki me pru Serbin mrena. Bledi e ki në qizim, në YouTube e ki, këte. Po, tani unë e kam një pytje për Kadri Veselin që është në Hagë, që se ti e ke ditë, që ky do me pru Serbin mrena, kom ja po sherrin Kosovës, pse nuk e nale, pse nuk e stopove, a? Edi Rama, që se e din që një medium, ose një njeri i mediumit, si kur jam unë, ose ti një njeri i biznesit, ose Bledimane, po e din kënë përmes gjithë mekanizma shtetëror, që unë jam rrezik për interesin kombëtar, pse s'ma qinonën o vëlla me më parandalu, a? Dhe këte nuk ja foli atyre në Hagë që janë. Tashti, Melejm, ne po luftojmë shumë për të hyrë në Kosovë. Akoma më vështirë e ka Kosova, për të hyrë në Europë. Më vështirë ka Kosova me hyrë në Europë, Maqedonia, gjithë të probleme, gjithë të gjona. Tashti, me u hapa ai Ballkan më u bot treg, prapë vazhdojmë me historinat edhe prallat nacionale. Po që janë nonën madhë, zhduken ato. A do ishte më mirë për ne, po s'po i hapim pra, a do ishte më mirë për ne, për shembull, qofse ne do ishim protektoriati dikujt, a do ishte më mirë të ishim i Europës, apo i Amerikës? Se jemi vendet vogla. O Luc. Dumim shteti. O Luc, dëgjom, du me thoj diçka. Kur isha në deputet, pritem 70 senator, general të ushtrisë amerikane në parlamentin e Kosovës. Ata kishin dëgju për deklarimin tim. Dhe Kadri Veseli, kryetari i Kuvendit, ma dha mu fjalën. A di që kam thonë në foltoren e Kuvendit të Republikës Kosovës në diçka epike e historike. Me më thonë Amerika, mos flaj me gru 3 dit, unë nuk flaj 3 muj. E din pse? Kam thonë për fëmijët e mi, për lirinë e Kosovës, Luc. Po të mos ishte Amerika, ne do ishim maket se Gaza. A e kupton? Unë e kuptoj, po s'kuptoj atë konflikt që krijon ai. Po që ja brenonën atije, aty në qa mendojnë ndryshe,
që ja u brenonën atyne, o zotni, që shë ka thonë i modhi Ismail Kadareja, të gjithë popujt e kanë fjallën inat, smirë, ne kemi inat zi, smirë zi, ne kemi linë në Evropë, ne jemi Evropë, ja kum qinonën edhe babën ati që me ndonë me nëzirë Kosovën dhe Shqipërinë jashtë kontinentit evropian dhe perëndimor. Harroje. Në që se Edi Rama e kryen misionin e tij historik me fut Shqipërinë në Bashkimin Evropian, ne kena me kanë kombi më i fort, kombi më frytdhënës për Bashkimin Evropian, për Evropën edhe për gjithë. Ne dy vlera të mëdha që më të kombim, toleranca fetare edhe rujtja e tempullit gjuhës shqipe. Ma spjegoni ti edhe Bledi Mame. Qysh ka mundësi gjuhë shumë më të mëdha se gjuha shqipe? Janë zhdukur. Janë zhdukur. E qysh e kena rujt ne gjuhën shqipe një popull analfabet, që kena vra edhe njeriun që i ka sjell shkronjat e gjuhës shqipe. Hoxha Hasan Tasini, duke qenë rektori i parë në Universitetin e Stambollit, ju thot studentave turkofil, sikur sot, si Albin Kurti, turkofil, thot, jemi një kombi veçantë, kemi një gjuhë të veçantë dhe duhet kemi shkronjat e veçanta. Këta i thanë, që na duhen në shkronjat kër i kemi shkronjat arabe, shkronjat e Allahut. Dhe ky tha, duke e largun këte, po duke dal nga katedra, tha o njerëz, gjënoi më i madh i njeriu është padituria. Ta mbyllim me një pyetje të gëzuar, a ke ndonjë të dashur në Tiranë? Ke ndonjë dashnore në Tiranë që vjen ka shpesh? Kam, e vërtet që kam, amo atë din vetëm Zoti edhe Gjergj Luca. Faleminderit Milaim Zeka, faleminderit Gjergj Luca, ishte kënaqësi që bizetuam në podcastin Allish Verishi, do ta ndiqni në kanalin YouTube Gjergj Luca Rozafa, në rrjetet tona sociale dhe mirë takofshim të premten tjetër. Mirupafshim.